Qenë e ndacak janë kafshë të cilat duhet të jenë të mbrojtura, duhen të trajtuara, por trajtimi i tyre ndodh vetëm nga ekspertët. Ekspertët janë pra institucionet e licencuara si është fakulteti jonë, të cilët ja japim licencën mjekëve veterinarë. Pra problematika ekziston në Kosovë dhe komunat respektivisht pak më e përhapur është në komunën e Prishtinës, por zgjidhja ekziston për arsye se qenë e ndacak, domethënë dhe ndryshojnë territore, lëvizin dhe shumohen, por këto duhet me bo një analizë, një strategji adekuate, si nga komuna. Komuna duhet me bo një buxhet adekuat, të cilën përveç kapjes, përveç trajtimit kirurgjikal dhe shëndetësor, duhet me parapo edhe një vend, si ne i thojmë, si lloj spitali, për kafshë të cilët aty vendosen, qëndrojnë 72 orë ose më shumë, pra nën kujdesin e mjekut veterinar dhe masandej ata në qovë se kontrollohen dhe në qovë se janë të shëndetshëm, ata mundet edhe të riadësohen dikund. Dhe një pronar. Procesi po qalon për arsye sepse nuk e kam pa interesin deri tash, edhe nga ana e institucioneve relevante, edhe nga ana e qeverisë, edhe nga ana e komunës. Për arsye sepse ne ekspertët relevant nuk jemi të njoftuar apo të thirrur në debate të tilla, për arsye sepse ne e kemi obligim që ta ndihmojmë këtë proces. Këto nuk bëhen me mendime një ditore apo dy ditore, këto duhet të ulen ekspertët e fushës, ta trajtojnë situatën mire gjatë, pra situata trajtohet në teren, dhe duke e pas një pasqyrë adekuate, krijohet projekti. Dhe krijohet projekti i cili me zgjidhje. Ne duhet të japim kësaj situate një zgjidhje. Si për kjo zgjidhje, për arsye duhet ta kemi numrin e plot të qenëve ndacak në komunën tonë, gjendjen e tyre shëndetësore dhe mandej trajtimi. Por buxheti ekziston, jam i bindur që ekziston, vetëm duhet vullneti. Si nga qeveria lokale, po ashtu edhe nga qeveria qendrore. Është shqetësuese, është një dukuri e cila është në rritje, domethënë, nuk është duke u zvoglu, pra problematika me qenë të ndacak në Kosovë është jashtëzakonisht një problem shumë i madh dhe veçanërisht domethënë në Prishtinë, ku numri i qenëve ndacak është i madh, megjithse nuk dihet për shkak se mungojnë të dhëna të sakta nga institucioni përgjegjës, që është Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë të Kosovës. Domethënë, duke pas parasysh se ka një numër të madh të qenëve ndacak, pra të cilët janë ekspozu kushteve jashtëzakonisht të vështira, pra janë në mungesë të ushqimit, pra mungon ushqymja për ta. Gjithashtu ata përveç këtyre ju ekspozohen edhe sjelljeve të pahishme të qytetarëve të rëndëmt, të cilët domethënë i sulmojnë ata me mjetet e forta, domethënë ju shkaktojnë lëndime fizike. Kjo ndikon që qenët domethënë të krijojnë një traumë dhe të pesojnë një rritje të agresivitetit ndaj njerëzve, shpesh herë duke i sulmu domethënë edhe kalimtarët e rrugës, për shkak sepse ata ndjehen të friksuar se mos po sulmohen nga ana e njerëzve. Kështu që unë kuptoj revoltimin e qytetarëve, për shkak sepse revoltimi i qytetarëve është më të drejtë, sepse janë 100.000 euro që ndohen nga komuna Prishtinës çdo vit për problematikën e qenëve ndacak, kurse të dhënat në teren tregojnë se as gjysa atyre mjeteve nuk shfrytëzohen për këtë drejtim. Sepse po të ishte shfrytëzuar komplet këto mjete, atëherë qenët ndacak nuk do të ishin një problem ndër problemet të shumta që kanë qytetarët e Prishtinës. Janë mbi 50 raste të sulmit të qenëve ndacak ndaj qytetarëve, përfshi këtu
nga fëmijët në moshën 4 vjeçare deri në gratë shtatzëna dhe në pleq edhe njerëz të moshuar. Domethënë, është një trend shumë i madh nëse krahasojmë me sulmet e qenëve ndacak në qytete tjera, për shembull në Podgoricë, në Tiranë apo në qytete tjera përreth Ballkanit, domethënë është një numër dukshëm aq i vogël. Kurse në Kosovë është një numër shumë i madh dhe para mendoni në këtë vit jemi domethënë vetëm në fillim të vitit, kur dihet se faza e agresivitetit e tyre fillon në stinën e vjeshtës. Pra, nëse filloj me këtë trend të 50 rasteve, ka shumë gjasë që në vitin që do të mbyllim do të jetë një numër shumë i madh i rasteve, për mos të thënë në stinën e vjeshtës, sipas disa matjeve që i kemi bën na, domethënë, mund të rezultojë që çdo 3 ditë një qytetar i Prishtinës të sulmohet nga qenë e ndacak. Dhe kjo vjen pra edhe një herë si pasojë e mungesës së ushqimit. Komuna e Prishtinës i ka angazhuar disa kompani për ushqimin e qenëve ndacak, mirë po ato kompani e bojnë shumë pak dhe gjithashtu e mbulojnë një territor shumë të vogël, pra në periferitë e Prishtinës, jo në qendër. E dyta problem që është hasur edhe problemi ku qytetarët kanë dashur të involvohen në zgjidhjen e këtij problemi, duke bërë helmimin e qenëve ndacak me një substancë kimike, pra e cila përdoret për makina, që është antifrizi. Pra janë mundu që duke shfrytzuar urinë e qenëve ndacak të krijojnë një substancë, pra e cila në thelb pra është antifriz dhe ju shtojnë disa melmesa të ushqimit, ku qenë të ndacak domethënë ushqehen me ta. Kjo ka ndodhur në rastin e Gërmis, janë mbi 20 qenë ndacak të ngordhur dhe disa të tjerë të cilët kanë pasur rregullime shëndetësore dhe domethënë ka qenë një gjendje vërtet kaotike. Për këtë gjë, përveç raportimit të medjave, shteti nuk ka marrë asnjë mas, asnjë fajtor dhe asnjë person nuk është i dyshuar apo i akuzuar. Kështu që kjo është vërtet një problem shumë i madh. Unë ju bëj apel qytetarëve, megjithse janë të frustruar, ti lajnë këto metoda, t'ju qasen politikave lokale, tashme jemi edhe në prag të zgjedhjeve, ju bëj thirrje qytetarëve të Prishtinës që secilit kandidat që është kryetar për Prishtinës t'ju kërkohet platforma rreth problemit me qenë ndacak dhe problemit me cilësinë e ajrit, sepse këto dy probleme janë probleme që po e vështirësojnë jetën e Prishtinë. Edhe një deklaratë që rrjedhi në shtyp nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra ku ambasadori i tregonte Departamentit të Shtetit Amerikan se një prej problemeve që po ju shkakton stres punonjësve të ambasadës është problemi me qenë të ndacak, pra ku njerëzit nuk janë të lirë të shëtisin në rrugëve dhe parqeve, domethënë gjatë mbrëmjes dhe gjatë mëngjesit të hershëm. Në fakt një përmbyllje shumë e mirë nga ana jote me një apel të qytetarëve duke shpresuar që këtë situatë mos të më shpejt. Faleminderit shumë edhe juve për interesimin. Ne do të jemi të gatshëm gjithmonë që të bashkëpunojmë dhe të mundojmë